1945 forcave të lëvizjes ju kthehet Mehmet Gradica, i cili gjermë tani luftonte në frontin e Shalës. Shtabi Suprem thirrri një mbledhje solemne në të cilën u mor vendimi që Mehmet Gradica të emërohet zëvendës komandanti Shtabit Suprem dhe komandanti Shtabit Operativ, i cili vendoset në kullën e Ahmet Bardiqit në Gradicë. Me 11 shkurt 1945, përmes Ymer Berishës, Shaban Polluzha, Mehmet Gradica dhe Muharrem Bayraktari takohen me një delegacion ushtarak nga Anglia dhe 2 përfaqësues të Shqipërisë. Takimi u mbajt me dyert të mbyllura. Në këtë moment Shaban Polluzha e merr një lajm nga luftëtarët e Shalës se atje është mobilizuar një numër i madh i luftëtarëve dhe se kërkojnë ndihmë për të luftuar forcat partizane në ato anë. Shtabi i përgjithshëm vendosi që me 14 shkurt forcat e lëvizjes të kalojnë në viset e Shalës. Shaban Polluzha në ora 20 jep urdhër për sulm, për të hapur rrugë, për të marshuar për në Shalë. Rol të rëndësishëm luan Mehmet Gradica me njësitin komando.